Prej argumente madhështore të profecisë është edhe paralajmërimi i profetit alayhi salatu wasalam që gadishulli arabik do të kthehet në kopshte dhe lumenj. Në këtë paralajmërim janë dy mrekulli. Mrekulli që ka të bëjë me kohën e kaluar dhe mrekulli që ka të bëjë me të ardhmen. Por këtu Muhamedi alayhi salatu wasalam po shprehet në mënyrë shumë qartë, po thotë do të rikthehet gadishulli arabik në kopshte dhe lumenj, që do të thotë që më parë ka qenë kjo shkretirë, cilën e njohim gjithë, ka qenë e mbushur me kopshte dhe lumenj. Dhe këtë gjë kohëve të fundit është vërtetuar nga fotografimet satelitore që me vërtet ka pas shumë damar të lumenjve, që ka pas gjallërinë kohët e mëhershme në shkretiren arabe. Me analizat gjeologjike që kanë bërë, me shkrirjen e akujve që bëhen në Arktik apo Antarktik, tregon që në të ardhmen pritet që të rikthehet përsëri lumenjt dhe përsëri kopshtet në gadishun arabik. Dhe kohëve të fundit vetëm se ja ka fillu kjo gjë, ja ka fillu që të shtohen reshjet në gadishun arabik dhe të shtohen gjelbrimi, gjë të cilën e kam arritur edhe personalisht, ka pas reshje të atilla që shkretirat më të vrashta, madje edhe kodra vulkanike prej tyre ka dalë gjelbrim. Po kjo është më e vërtetë kur ta shikojsh, bashkëtar mrekullim në aspektin historik të kaluarës, po edhe në aspektin e të ardhmes. E kush kish mujt me bë kësi paralajmërimi përveç se një profet i dërguar prej Zotit.